Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Qarkun Shkodër, Kliti Hoti, zhvilloi një takim me fermerët të zonës së Beltojës, ku u ndal tek problemet kryesore që po përjeton bujqësia shqiptare. Ai foli për emigrimin masiv si pasojë e mungesës së mbështetjes dhe perspektivës në zonat rurale, ndërkohë që mbi 80% e produkteve në treg janë të importuara. Sipas Hotit, fermerët sot përballen me mungesë tregu të sigurt, mungesë pikash grumbullimi dhe mungesë totale të politikave mbështetëse. Më tha dikush që janë 30 vjet që jetojnë në Itali. Në kohë domethënë që na vetëm në 5 vjet vetëm janë vëlla këtu. Pra për 9300 banorëve që ka kjo zonë, 2300 jetojnë jashtë. Vetëm kaq për mua është një numër krejt mjaftueshëm për të thënë që ka një diçka që nuk shkon. Pra njerëzit janë të ikë, rinja është të ikë. Çfarë do na më bënë për me këtu më? Ju merrni disa subvencione. Kjo është duhet për më thonë. Për sa merrni? Kush i merr? Si merren? Në vijim, Kliti Hoti prezantoi programin e Partisë Demokratike për bujqësinë, i cili ka në thelb mbështetjen e drejtë për fermerët. Çdo pemë mbjell dhe çdo krer bakti do të subvencionohet nga shteti. Për më tepër, fermerëve do të ofrohen kredi pa interes deri në 30.000 euro, ndërsa ata që marrin kredi mbi këtë shumë do të përfitojnë mbulim nga shteti deri në 80% të interesit të kredisë. Me programin e Partisë Demokratike jo vetëm subvencionet, do të jenë edhe pjesa e kredive të buta. Deri në 30.000 euro nuk do të kenë asnjë interes. Mas 30.000 euro është nëse një numër më i madh se 30.000 euro, pra që duhet më suportu, fermeri, 80% e interesit do të ngjohet nga shteti. Nuk është pak. Nga kredite marrëna, që marrin kredi, tonë dinë që marrim kredi, vetëm 1% janë për bujqësinë. Unë kisha thënë a mundena me bë 50%? Pra duhet me kriju kushte që fermeri me pas mundësi për me punë. Takimi në Beltoj përçoi një mesazh të qartë: bujqësia ka nevojë për një çësje të re dhe për një politikë që i vënë në qendër fermerët si bazën e zhvillimit ekonomik të vendit.